Hajde bismillah. Allah i shpërbleft hadisin edhe flutrimin. Këta zakonisht vinë për namaz sabahut. Sot na erdhën para namazit sabahut. Inshallah do të hajmë syfyr. E mandi do të shkem me fal namazin e të veçora edhe pak 4 apo 3:40. Zakonisht në syfyr hajmë lehtë. A hani edhe ju lehtë? Lehtë, po më në unë. Alhamdulillah. Ibrahimi tha gjell ha, tha sarba, dolma tha në syfyr. E thash subhanallah. Ka po unë. Hajde bismillah. A e ko kanë ruat mirave? Përveç dobis fetare, a më thonë që është syfyri për më hongër, që ka bereqet, që ka thonë pejgamberi sasam, ka dhe dobi shëndetësore, agjërimi, pastaj ka dobi shëndetësore gjatë ditës, e nëzit autofagin. Autofagia, dini që ka është? Auto është vetë, ndërsa fagia ngrënje, vetë ngrënje. Organizmi vetë e hanë vetën. Kur s'ka ushqim, metabolizmi, më thonë më marrë me ushqimin, atër e hanë vetë vetën. I hanë qelizat kancerogjene, i hanë viruset, bakterjet, e forcon imunitetin. Gjitha këto gjëra i bën, dhe thonë një lloj pastrimi, subhanallah që kanë thonë pastrim, apo shërim pa brisk, pa operacion. Allah subhanahu wa taala ka lënë për 1 vjet, gjatë 1 vjetëve 1 muaj s'paku me pastru dhe të vetën. Subhanallah. Shto është pak. Autofagia, mohen ment. Gjatë të tërë me dërën të tërë, po? Të ne se në të mëra, po ka e mirë shumë. Po. Është mirë, senet leta me hongër, salat elhamdulillah, kos, hurma, senet leta, se ushqimi i rond është për lukthin i rond. Po. Allah shpërblet. Prej dobive të ngrënjes bashkë është edhe bereqetin Allah subhanahu wa taala e lëshon midis të ushqimit, edhe mas të shkip. Që ato ka hub bereqeti kur ka disa sofra në shtëpi, për shembull njëri han me një dhomë vet, tjetri me një dhomë vet, edhe hub bereqeti. Edhe një iftar njëtë të klasë. Ka thënë pejgamberi sa aty ku hajnë 2 veta dhe i treti është. Domethënë, nëse ki ushqim për 2, është edhe për 3. 3 për 4, e kështu me radhë. Që sallata ku ka mirë. Njëni me një video, sensibilizuese kështu e kish bo, i kish qit pem, perime, plot sene kish qit aty, edhe me një çokoladë ka qit. Ta që ka ma shumë kalori se sa qëto. Plot të pem, perime, ku e dirë në. Edhe plus që qerna që jenë në pem, jenë shumë më të mira, këtë du të ma mura për. Po vë shumë. Kërje. Shka s'hani që kë Që si e rapor. adoleshenti e kryen kë, ka fuqi. Po më afro çdo tasë. I raport që të pak. E mirë, O gjë në të langa pa ujta. Ja, u thartë. Po mënona dietë në muajtë. Bërë për në këtë. Ibrahimi ka ikë 15 kila, 20, sa i ka ikë? Alileja? Halile. Po. 12, ha? Së kam për shumë të arë. Vëllë Habibi, në herë ju rritë këtë tensioni, ja nisi me bicikletë shtë, është në shkiri. Alhamdulillah. Ka aktivitete shumë. Nuk nërët. Në përgjishim atë në s'bujto sa arrën atë një numërë të ishë në dhomat, në nëgjesë në qeke, në sabajrë. Mëse farkëm sabajrë në qeke bëjë. Ushtreke, ha? Që këtë në kështu këto të regoj gati. I të regej ushtrimet. Po, a kujtë e Ibrahim ka tjetër në këtë, pas këtë. Subhanallah, për i vrenë. Pas të gjonat.
nuk i kanë atë shijen Atë rëqavja. bio, apo në tonë kur vike era. Profesori ka nërë. Subhanallah, sikur mullat delishes i në për para këtu pa digjonat. Qfarë era e në pose. Bukën, një patligjon me krype hajshe edhe të knaqke. Nëzër. Sështë maja. Fejk, ha? Falë flutrim se aty në Facebook për shkruan statuse në gjuhën letrare, thuti jena i gjuhtar. Nuk kam kohë, jam duke ngrënë tash. Kam kohë të flasë. Mu dallu prej të tjerëve, na flasin. Gjatë ngrënjes, Ani, të fli. levet me fut. Që të na është për hap tradita kur të hanë më sfalt. Mos falë. Për kundër azi duhet me fut. Dhe kam ditur këtë gjë, ama nuk kam kohë të flasë. Fillon gjuhë letrare kjo. Ju faleminderit shumë për konsideratën. Ky mund diet i hek 5 kila, mas të i kthejet prapë. Ma zonë, po. Edhe e kthen krejt pastaj. Folim fund të mërit atë. E mire është që me majt një peshë caktuar, me ditë me majt. Ki po bëcajs me qatë peshë e ko, Standard, që sa vite. sa të në ha. Interesant dhe dikush rras nuk kanë shumë. Ama nuk kur gjallë me do niska. Që ditë me disa njerëz. Metabolizmi, po, këtë dalën. Ja, më kanë qashtu unë dhe që toj që ta tërë ti. Pashë unë me të. Një ne po më tregon një vëlla po ka problem çështu me peshë. Edhe Pesh nartat, peshë në po troshet shumë. Shumë shpejt po troshet, po kish problem me hormonet e tiroidis. po dhe të rritën. Edhe tha hajt një ditë tha e lash mos me hongër hiç ka ti bukë. Edhe tha diçka do të me hongër, tha Elisa me hongër lokna. Ha lokna, ha. Kur pesho, kum shtu kilosh. Edhe me lakën. Pe thira doktoresha pe thot, po lokna e nëzit taimin i qatë. Edhe troshësh ma shumë. La ilaha illallah. Mi që të rëve se Ai kur po mush një mush caktuar mbi 40 vjet, nuk ka më çdo sen që po mundesh me hongër. Ti përpara unë për shkakun ku hongër i të pakarar. Po. Edhe që më trosh. Tash nuk kemi trosh mirë, po këta i fokusimi këshon të barku. Është problem me pi kafe. Se kafe është diuretik. Diuretik që shtin me dalë nevoja. Të nëzit me dalë nevoja gjatë ditës. E ti kur del nevoja, hup langje pasaj, dehidrohesh. Edhe lodhesh. Kështu që duhet më largu, sidomos në sefer kafes. për një s'kafe, po. Një pisa. S'kafe. Kas në një. Adio, ta nalim që të se s'u ka halë shtirë. Ta shqip të që ku ka hongër, aty pak me asi, e shqip. Marave. Ku me shumë.